Gjalla jugu në ri, me të rëmjë e rësirë, në përfusha, në përkotra, Bravo, kurra! Mbrëma. Wow, na solle deti në studio. Faleminderit dhe ti na solle Brazilin. Brazilizimi kolegës time. Jemi bërë sot me 4 rezisi si Interi. Si është Interi kështu në përgjithësi këtë periudhë? Grop fare, ndryshe nga ne, vetëm gjyra. Flor, këtë javë ne patëm fatin të shohim gjallë drejt për së drejti se si antarët socialist Këshillit Bashkiak për 10 vite me radhë e kishin kurorzuar atë si njeriu më punëtor të Tiranës dhe këtë herë vendosin që të votonin direkt shkarkimin e tij. Unë i bëj thirrje gjithë atyre që na dëgjojnë nëpër ministrira, fusni karmën në UNESCO. Patentojeni, ta keni me dokumenta. Se të njëjtit njerëz si bërtisin, o Erion, o Flori, po të presin në bashki, të njëjtit fikën pat shpinë. Edhe këtë Se nuk është për qeshur tani. Nuk është për qeshur. Është për qarë në fakt. Fik pat shpire, të njëjtit që i solla aty, të njëjtit. Tani tjeme sinqert, unë nuk e kam jetuar fare periudhën e komunizmit, por me të dëgjuar e kam Flori, shoku Flori, që edhe Kadria Zbiu në lanë të fliste. Po pikërisht se e lanë të fliste, e kupton që bën gabim. Po ne kemi ndarë mendjen dhe shpallën fajtore, jo më trim dhe ta dëgjoj. Ai po bëhet kamarfon. Kemi kohë sot, jemi Jam dalin televizor sa të doj, më mbjelli pemë sa të doj, po një ditë në një nga ato pemë do të varet. Nuk e mori seriozisht. E kishte paralajmëruar. Unë thashë se bëre shaka. Do bëj humor batut. Por ndërkohë që këshilltarët socialist bëshin gati të ngulnin fikën metaforike pas shpine ish kryetarit të tyre në spitalin Shefqet Ndroçi, kjo fik u ngul në plot kuptimin e fjalës. Unë fillim mendova se mos ishte një nga ato metodat e reja kirurgjikale që nga që kemi shumë fluks në spital, s'kemi kohë në korridor. Si e mirë? Pse s'kishe kështu ti? Pa narkoz fare. Ti thua të hapin që në koridore, të fuzi paset. Hapin që në kohë. To herë, si kur shkosh e ti të shkosh pjesë, edhe të zjedhin e ta. Pa narkoz dhe pa dëshirën tënde, por Flor të iku shansi, Flor, sepse personi në fjalë është në kërkim. Dhe në fakt ne e kemi investiguar këtë çështje për shkak të ankesave që kanë ardhur nga 2 kolegë të tij në redaksin ton. Dhe për të kuptuar më mirë se si ka vazhduar ky investigim, ndjekim piranjën ton Luela Gaxhia, e cila ka investiguar rastin dhe do zbardh arsyet se pse mbahet ende në punë një person që akuzohet të ketë problematik. Po kush e ngrok të shpatullat? Kush është? Tani përgjigjen e marrim me mend të gjithë, por ne do ta faktojmë. Përgjigja është e mban ajo lart. Kondicioneri. Po më lart. Pomshia. Më lart. Fillon me, të ndihmoj. Fillon me P. Pomshia. Jo, po pomshi. Partia. Ajo të mban, ajo të edh. Si i thonë një fjalë edhe më të rëndësishme, të rroj partia. Rrofshi. Gjithmonë. Kjo javë ka nisur me një ngjarje të rëndë, e cila mund të kalonte farin në heshtje, nëse nuk do të kishte të përfshirë 2 punonjës të sistemit shëndetësor. Një tjetër incident të shënuar në spitalet shqiptare këtë të martë, për ndryshe nga rastet e zakonshme, konflikti nuk ka qenë midis pacientëve dhe mjekëve, por midis punonjësve të spitalit Shefqet Ndroçi. Mikel Osmani, 37 vjeç, dhe Dashamir Çajka, 32 vjeç, ka nisur një debat verbal midis tyre, i cili më pas ka agravuar në fizik, dhe në një moment 32 vjeçari Çajka ka goditur 2 herë me thik Mikel Osmanin dhe është larguar menjëherë nga vendi i punës. Fillimisht ka filluar me një konflikt verbal, i cili pastaj ka degraduar në goditje ndërmjet njëri tjetrit. Menjëherë është reaguar, personi që ka kryer veprën penale është pezulluar konform ligjit deri në hetimin e plotë të policisë për ngjarjen. Për kujdes, agresori Dashamir Çajka është një emër i njohur për policinë e shtetit me precedent të mëparshëm që e kanë vënë në qendër të kronikës së zezë. Sipas asaj çfarë është publikuar në media, në vitin 2017, në moshën 23 vjeçare, ai ka tentuar të vetvritet me armë duke qelluar veten në krah aror, ndërkohë që në vitin 2023, ai është akuzuar nga Federata Shqiptare e Peshngritjes
si personi që ka sulmuar me thikë trajnerin e ekipit kombëtar Bashkim Nikolla dhe sportistin Bekim Gripshi. Këto fakte i përkasin të shkuarës jo shumë të largët të këtij 32 vjeçari, që me sa duket ka patur një vazhdimsi shpërthimesh agresive që kulmuan me rastin e fundit. Pavarësisht se drejtoresha e spitalit ka një mendim të ndryshëm. Nuk e mbroj veprën e zotit Çajka. Është teknik imazherist, nuk ka asnjë lloj funksioni. Është një person i cili nuk më ka nxjerr problematika në pjesën e zbatimit të orarit, por ato çka ka bërë menjëherë është marrë mas. Nëse ka një person që nuk duhet të punojë në sistemin e shëndetësisë, ai është Dashamir Çajka, por drejtoresha e ka gojën mbyllur nga ai. Ky zotri, që në fshehtësi po denoncon nxunën dhe papërgjegjshmërinë e kolegut të tij, është një punonjës i spitalit Shefqet Ndroqi, atje ku ndodhi ngjarja e rëndë që rrezikoi jetën e 37 vjeçarit Mikel Osmani. Kur thua drejtoresha ka gojën e mbyllur, çfarë nën kupton? Ti mendon se nuk ka pasur dieni për gjëra që ka ndodhur? A nuk e di drejtoresha që para disa muajsh që djalë la punën se u zu me këtë? E rrau ai e bëri. A nuk e di drejtoresha që ai konsumon kokainë, heroin, bën urgjim me vajzën e pagesë në spital dhe i fusën në përdhoma? Se vetë kolegët e tij kanë kapur. E din gjithë? E se di drejtoresha? Nuk kam dieni fare për të konsumit të drogës, nuk më ka referu njëri, ai nuk është se punon vetëm, ai punon në një staf, edhe kur bën pjesën e punës nga ora 3 deri në 7, por edhe kur bën shërbimet e natës, ai nuk mund të jetë një person i vetëm, sepse ne kemi ekip të imazherisë që punon 24 orë. Më vjen habi që ju thoni nuk kam informacion, por ai shkosa informacioni ka marrë dhe në lidhje me konsumimin e lëndëve narkotike të Çajkës. Kjo është një gjë shumë e madhe, them unë. Dhe derisa nuk ka arritur kjo unë, nuk e di tani se çfarë qarkullon. Se kjo është një gjë, kjo është një gjë tek ne dhe ju nuk jeni në dieni. Jo, tash nëse isha ndjenjë, do të them që ja, s'ka pse mos ta ashtu. Jo, nëse do thoni që jam në dieni dhe s'keni marrë masa, është një tjetër pasojë. Unë nuk e di këtë gjë. As e di dhe as kam dieni për këtë gjë. Drejtoresha e mohon tërësisht këtë fakt të rënd, pavarësisht se thuaj se i gjithë personeli i spitalit është në dieni. Sa vite ka ai aty? Që në 2017. Dhe ka qenë gjithmonë problematik? Ai brell, pi mall, më shumë nuk është se sa është. Vjen mëngjes, bën ndoj skaner, merr ndoj lekë e ikën e pi prap mall. Nuk rri fare atë. Nuk ka lidhje me spitalin. Ky vjedh ilaçet, morfinat se i pi vet, ku s'ka lek i merr dhe ja bën vetes. Ai është i pakomandueshëm. I orienton dot vetëm e vet. Deri nga fundi i muajit është mirë. Pastaj kur ngel pa lek, kuptohet. Një herë kemi shqyrë derën, e kemi shtruar në krevat në serume se ishte më overdozë. Një përdorues kronik i substancave narkotike që punon prej vitesh në një spital të rëndësishëm të Tiranës, në kontakt të vazhdueshëm me pacientët. A nuk jemi në një situatë absurde? Po çfarë bëjmë kur ka mbrojtje nga lart? Biles u bë shef i shindigrafisë 2 muaj para zgjedhjeve. Mbaruan zgjedhjet, i shërbevën fushat, e hoqën se e din se u sjell probleme. Fatimirësh ato 2 muaj nuk ka pas jod radioaktiv që bënte shindigrafi, se do të bëhej një dëm goxha i madh. Po nga e ka gjithë të fortë, vetëm nga lidhja që ka me drejtoreshën? Ai ka lidhjen me Rakip Sulin, sepse ekipi bashkëpunon me babain e tij që është ndërtues dhe e bëri president të klubit sportiv të Kamzës. A kanë Rakip Suli me Dash Çajkën lidhje fare fisnore? Jo, thjesht bën fushat si i çmendur. Kur ishte Spiropali, ai nuk ja vari shumë. Ishte ky Ervin Hoxha tani, dhe i bëri fushat atij dhe i jepte dhënat tona në spitale. Tani lëpijet ballukut, robi ngjitur pa shtyllë korrizore. Prandaj them nuk është vetëm drejtoresha. Të gjithë këto emra që denoncuesi listoi janë prezent me foto e video në profilin e Facebookut të 32 vjeçarit, i cili mburret me misita e nivelit të lartë që ka. Tani le të kthehemi pak te ajo çka ka ndodhur këto 2 ditët e fundit. Çfarë marrëdhënie kishte ai me këtë djalin që ka plagosur? Asnjë marrëdhënie. Ky djalë shoqëron pacientët me karrocë tek mjekët në përdhoma. Siç duket kishin ndonjë fjalë. Ky siç duket e ka pikasur që ata janë zënë. Ky djalë që plagosi sot, as mizë nuk e vret. E ka qelluar tek pjesa e brimëve. Ai për vetmbrojtje ka ngritur duar dhe është gërvishtur në krah. Ka vajtur në spitalin ushtarak për faktin se mjekët kanë menduar mos ka qenë një dëmtim i një enë gjakut, fatmirësisht nuk ka qenë. Është konsideruar një goditje e lehtë për cilën ka marrë terapinë dhe atë ditë personi ka vajtur në shtëpi. Ati i bën një vrim mushkëri dhe i kanë dhënë një tub që t'i dali ajri. Kanë dhënë ndihmën këto tonet që e kanë çuar në traumë. Tani kam një pyetje. Bëhet fjalë për një mjek të cilin ai e ka kërcënuar aty. Jeni ju në dieni të kësaj ngjarje? Ka si vit pasur ky s'ka godit. Një shofer i para 7 vitesh që kanë zirë armën. Kurse për mjekun, e di për të bëhet fjalë. E di gjithë spitali.
është nga personat më të qetë aty dhe u zu me të për një parking. I nxorri armën dhe terrorizoi. Në fakt, mjeku në fjalë e kemi takuar dhe ajo që na thot do të mjaftonte që Dashamir Çajka të mos shkelte më në ambientet e spitalit Shefqet Ndroqi. Rasti i parë, po dalë. Tu janë patrinë në makinë. Dhe unë kam vendin bizot. E zuri një herë, dy herë, e tash, kush e ti, fillon kostume bani, se kështu, edhe i folën tjetër. Pas këtij rasti të parë, ku sipas mjekut, ka qenë Çajka që e ka dhunuar verbalisht, ka patur një moment të dytë, më flagrant, që lidhej direkt me detyrën. Ti që unë e shë vedua për po, titullarja ka vendosur në rregull. Mjeku që shton, do të ketë vurë dhe të më që unë hava kartelin dhe shërë për të alizet, kërë sa që më për më fjo. Kartelin që kisha për unë e të hoqa. Bëj një kartel të deri pas të të në se më përrugët në makina si. E tash, më djerë. Ti, më të ndosë si një gjitha kush. Më djerë, unë jam njëtë, se më seme si. Jo, kush i tjerë, më më shasë, të bërë, i këtë një jetë. Po të thëmë, do të fishu në rrugaj. Jo dhaj, e në të reta, pas kësaj batute, sipas dëshmitarëve, Çajka i ka nxjerr armën mjekut duke i terrorizuar. Dhe më e keqja është se ky zotëri 60 vjeçar nuk është i vetmi i dhunuar dhe i kërcënuar nga laboranti problematik. Po me kolegët e tjerë si shkon? Keq me të. Ai s'po se vjen kush. Më ka bërë presion shumë po, për kam. Ka të zë. Ai është për grupe kriminale në Vranjes. Ne pas pa bulta. Dhe punë të bërë. Është problematik. Unë bëjë më prasë, që shkatari të lori, dhe ose të i dhe një premier të salës që e ka qarë të. Po pse? Kodi me fantës. Dhe për të gjitha këto raste, drejtoria nuk ka asnjë informacion? Unë jam e ndjeshme për çdo ankesë. Zyrtarisht nuk kam asnjë ankesë për Dashamirin. Ankesë të dorëzuar nga kolegë të tij, punonjës të tij, unë nuk kam në drejtori. Në këtë rast, unë nuk kam pasur absolutisht asnjë lloj indicie. Po kam titullarës, nuk i njoftoj që prava, nëse në diçka, mos thosh që s'kam pas djeni. Titullarë është një gjë e kaq në fazë. Pra titullarë është në djeni për lidhje problematikë. A mund të ishte parandaluar kjo dhunë mes bluzave të bardha që për pak dhe shkëthyen në tragjedi? Këtë nuk mund ta themi ne, por ajo që dihet me siguri është se mjekët dhe infermierët e spitalit Shefqet Ndroqi e kanë fare të qartë panoramën e asaj që ka ndodhur. Madje, njohin mirë edhe përgjegjësit. Një histori dramatike na vjen nga vendi i peizazheve dramatik, sepse një familje u detyrua të shiste shtëpinë për të shpëtuar të birin nga halli. Po shumë mirë ka bërë më dojna se ka njerëz që po shesin veshkat për marrë celular në fundit. Por jo vetëm kaq, sepse pas kanunit të Lek Dukagjinit në theft por i shkruan rregullat e real estate. Dhe në rastin fjalë quhet real estate. Për të gjithë apasionuarit pas konflikteve të pronave, Matilda Prendi ka shkuar në theft për të na treguar këtë histori. I këtë tokë nuk ka njëri në botë që e kësa. Pa më dhra mua për nërë familje se të në fisin të ndash, këtë tokë se ma. Jemi në Thes, një nga perlat e Alpeve shqiptare, ku pas një aksionit të IKMT-s 2 muaj më parë, u shkatrua ndërtimet pa leje, duke lënë pas plur e rënoja. Por, me zgjidh këtij kaosi, në kulmin e sezonit turistik, ne u dhotuam drejt Thethit për një histori krejt tjetër. Por ne kam tesh pjetër unit atje që e kam nuat e zëtet, deri në fund atje, tek për mali këtu, gjithë rrotull, deri të ajo pema atje që është i tel. E gjithë kjo është një mbëllët të lyme 500 sa metrë. Ja kom ble lullës, agetinës, edhe Gjevalinit. Për sqarim, Lula është krye familjarja, nëna e Gjevalinit dhe Agetinës. Me në hotel, me pare në bank, në vitin 2018. Ata më kanë ardhur të shtëpia, kanë thënë aman e derman në blej një tokë, nuk kam desh me blej forti. Pse, çfarë lidhje kishit me ta? I kam këqi aty, janë për thesit të dhata. Ata kishin hallë se kishte perish paret Gjevalini, djali i shtëpisë se ishte borxh një vend, aman e derman në blej tokën e me shumë lutje, të i marrë dhe ama 50 të shtëpia, se po më vrasin djalin. Na shkruan me deklaratën të noteri për 65.000 euro. 42.000 euro ja kam dhënë, edhe i ka marrë Gjevalini vetë. Në emër të Gjevalinit? Në emër Gjevalinit. Të gjithë pjesëtarët ishin dakord që ju ta blinin këtë tokë? Të gjithë pjesëtarët ata të tërë. Kjo deklaratë paraprake vërteton që për shitjen e tokës kanë rënë dakord 3 nga 4 trashëgimtarët, për shkak se Vera, vajza tjetër e Lulës, nuk ndodhej në Shqipëri. Më pas, kontrata finale e shitjes
do të bëhej vetëm pasi të piqeshin dy kushtet e mëposhme. Së pari, kur prona të kalonte në pronësi të trashëgimtarëve, sepse aso kohë ajo ishte në emër të kryefamiljarit të ndir Ndue Praçaj, dhe së dyti, kur Vera, vajza e vogël, të vinte për të firmosur. Edhe ka hi Agetina garant që do të vinë Vera, o do bjapin për kur, o do të vinë vetë të hedhë firmë. Mund të ngjaj absurde se si për një pasuri me vlerë 65.000 euro i besohet një fjalë të dhënë, por mos harrojmë që jemi në një zonë normalsi, ku në shumicën e rasteve këto lloj marrëveshjesh janë bërë fakt vetëm nëpërmjet fjalës. Por kësaj radhe, gjërat nuk shkuan siç e donte zakoni i maleve, që i jep vlerë absolute besës, sepse kur Gjoni takohet me Verën, ajo i thot: Mos i jep parë kuj, se mua se më kanë diftuar se kanë shit hiç. Pra, që në takimin e parë, Vera jo vetëm që nuk pranon të hedhë firmën, por këmbgul se as nuk e dinte që toka ku ajo ishte trashëgimtare, ishte shitur, edhe pse një pjesë e madhe e parave ishin marrë nga 3 trashëgimtarët e tjerë, apo nuk janë marrë nga të 3. Kam desh me anis për e në Australi, më ka marrë vetë Agetina, më ka thonë mos i nis Gjevalinit pare, se Gjevalini ka marrë 50 milion, po i nisë Gjevalini s'ke tokë të na. Pra, edhe e kom stakue, se e kom nis. Tu, gjërat na bëhen lëmsh, prandaj, më mirë të bëjmë një përmbledhje. Në fillim, 3 trashëgimtarët janë lutur që Gjoni t'u blej tokën, sepse duhet të larin borxhet e Gjovalinit, madje kanë nxituar që të firmosin kontratën, por pasi kanë marrë pjesën më të madhe të lekëve, të cilat me gjas kanë përfunduar për të shlyer borxhet e djalit të shtëpisë, nëna dhe motrat kanë ndryshuar mendje. Edhe pse si thot Gjoni, ai është treguar tepër transparent me secilin prej tyre, përfshi edhe Verën që nuk ishte firmosur. 23.000 euro të Verës i kom dal deri sa të hedhin Vera firmë. Dhe me sa duket, kjo firmë e munguar e Verës e ka penalizuar Gjonin për ta bërë përfundimisht tokën të tij. Që nga viti 2017 kam aplikuar për regjistrimin e pasurisë në hipotekë. Edhe që më kanë kthyer përgjigje fare, në kategorike. Rreth 5 aplikime në 3 vite, por kur përpiqet të mbaronte punë dhe ta kthente pronën në emër të tij, 70 vjeçari përballet me një të papritur. Merrni përgjigje për fshirje. Atëherë u morëm me këtë punë, shkoj te noteri, po hon vet ajo, që ka ardha Agetina, ka kërkuar me prish kontratën, nuk e kam dëgjuar, ka thënë shkoj bi regionin. Pavarësisht këtij lajmi të çuditshëm, Gjoni është i bindur që askush nuk mund t'ia tetërsoj tokën e premtuar. Ka një akt notarial të firmosur nga palët dhe kjo i duket e mjaftueshme. Por pasi ikën në Australi, një telefonat i ndryshon gjithë rrjedhën e historisë. Më ka thënë kanë shit tokën, kanë shituar punimet. Si jam një me motor. Po të betojmë që dush që të kishte lanë 2 djemë marrë këtu, tanë Shqipnia keni e qaj shba. Edhe nuk i kam lanë, as si la, se kam një gjithër rrugën shtetënore. Në moment që e kam marrëvesh, që e kanë shit tokën, u këty në blerë sa u kom shku të shtëpia. Në fillim kanë thënë nëse kena ditë, kurse brapa kanë vërtetuar që e kena ditë, na ka thënë Agetina që e kena shit Gjonit. Edhe kanë pranuar ta. Kanë pranuar ata, kanë marrë me për trimie, për forcë, ata ditë pjesën e vet. Pa su ka interesuar çfarë pas mësin kanë thënë spesë vetë për kërkon botë. Në të vërtetë, kjo përgjigje e tyre nuk ka ardhur nga hiçi, por këtë pjesë do ta kuptojmë pak më vonë. Ajo që ka rëndësi tani është se me çfarë justifikimi kanë dalë shitësit, Lula, Agetina dhe Gjovalini. Aty në mekanik më botë, si kom thënë asnjëherë, të 3. Mekanik është. Pra kanë hequr çdo përgjegjësi nga vetë tyre. Po, kanë hequr përgjegjësinë ato. Ke folur në telefon, ke mundur të komunikosh? Jo, s'kam folur, vetëm me mesazh me Agetinën. Çfarë thot Agetina? Ajo thoshte që e kena palon për vit 3 me paguar paret, ku për vit 3 e kena lënë, po se më ka lënë kjo me anis Gjevalinit, edhe e kena lënë kur të filmosin Vera. Në qoftë se ajo nuk ka desh me mashtru, më pse se më ka marrë në telefon me më thënë, me jep zotni 23.000 euro, e ka nis për mashtrim, edhe kena ardhe i këtë pikë. Se ka desh me fitu paret në 2 anë. Në kontratën që familja Praçaj ka nënshkruar me blerësin e dytë, vihet re se kjo pronë është rishitur në vitin 2023 për vetëm 30 milion lek. Mua më kanë shit për 65.000 euro. Pra, plot 35.000 euro më pak. Cili njeri me mend në kokë do ta bënte një ofertë të tillë. Okej, mbasi është vetëm një çmim fiktiv, por një detaj tjetër shumë i rëndësishëm në këtë kontratë është fakti se këtu figuron firma e Verës, e cila pas shitjes së parë të tokës të Gjoni e kishte shtyr pafundësisht firmën. Ndërkohë, një çudi tjetër është që një javë pasi blerësi i dytë e mori tokën, ai vendos t'ia shes dikujt për vetëm 15 milion lek. Kjo manovër ekzekutive kineze me shumë mundësi është bërë duke e ditur që toka ishte me probleme. Për i këtë tokë kanë investuar shumë me motor. Gjithë jetën time, tu i lanë gjakun e vetë me blej këtë tokë. Këtë tokë kam desh me frutikulturë, me miell moll, me miell gjana, ata kanë mashtruar mua e po më çojnë den vrasje. Se këtë tokë nuk e çoj. Ta din tan Shqipnia këtë tokë për ndër familje selçoj pa dekën. Ka marrë shumë gjithçka. Por te gjithsa dëgjuam, problemi i madh në këtë histori qëndron te deklarata që Gjoni ka nënshkruar me shitësit, e cila nuk figuron e regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, edhe pse ai i posedon të gjitha
sa aplikimet dhe mandat pagesat e bëra në këtë institucion. Arsyet i din vetëm Agjencia e Kadastrës në Shkodër. Pjesë e fajit mos veprimin nga ana ASHK-s i takon ASHK-s, sepse aplikimi është bërë nga noterja, ka marrë konfirmimin dhe ka dërguar aktin pranë ASHK-s që të shënohet në regjistrin elektronik që kjo pronë ka këtë problem. Pra, nëse dikush do të kërkonte ta blente, do shikonte që kjo është shit një herë me një deklarat, ligji ka kur bën pagesën duhet marrë shërbimin. Pala që ka shit, faktikisht ka bërë vepër penale, më e vogla është mashtrim. Pala shitse, para me deklarat para noterit që e konsiderojnë të zgjidhur marrëveshjen e parë, nuk mund të kryente absolutisht asnjë veprim. Por shitësit vepruan pa u merakosur as pak për ligjin. E para Lula, krye familjarja. Unë Lula si e? Kalove, si dukesh? Edhe Matilda. Pasi i tregojmë arsyen e vizitës, zonja tregohet me një regatshme për të na pritur dhe na sqaruar problemin. Keni qenë ju që i keni kërkuar zotit Gjon për ta bler tokën duke qenë se keni qenë hallme? E vërtet. Edhe zoti Gjon u tregua i gatshëm. Edhe mi ka dhënë, jam shumë i falënderuar për të. Duket. Falënderimi i takon Gjonit. E kena lënë me i pru për vit 35.000 euro. Po, kur vinte dhe vera, ka mujt me i pru, unë jam detyruar se i kisha tona me shtesë. Tlek, si i kisha marrë bëjsh. Edhe mund dashni me fshit prap tokën mund për me pagu borxhet. I ka thënë Agetina bos pjanep djovës për mjë qëmams. Unë s'pika për unë. Problemi është konflikti që më kini gatruar me njerëz. Kini pas këtë deshtyshën fillim në babakët prot, po njerëzia jame, burnia jame, ka rënë hale. Shoqja na ke shni më vra me Shagjan. Dije mirë që e ka ba. Po më vëra muë ato kush se merë. Kemi dëgjuar pa fund histori vrasjesh për një copë toke në këtë vend. Prandaj duke hyrë në mentalitetin e këtij zotërie 70 vjeçar, mendojmë që duhen gjetur metoda të tjera, më pak makabre, për të dhënë zgjidhje problemit. Dhe këtu Lula ndryrë me një ftosësi të habitshme. Është historia. Të gjithë në këtë vend, përfshi edhe zonjën Lul, e ka kuptuar që nëse kërkon të fitosh kohë, çoje problemin në gjykat. Aty është institucioni më ideal për të zvarritur me vite të tilla konflikte. Dhe është e qartë që zonja dhe familjarët e saj kërkojnë pikërisht këtë. Ai me mirëbesim ka dhënë paratë zonja Lula. Ti nënshkruar një kontratë, ke hedhur firmën, ti nuk mund shkosh ta hedhësh firmën te një blerës tjetër, sepse të nevojitën lek, mund zgjesh një zgjidhje tjetër është halli jot. Agetina ka nisë me bashkëtim. Agetina se ka nisë me bashkëtim që thonë që janë. Ju e keni problemin me fëmijët tuaj, sepse ky nuk është problem për zotin Gjon. Është më saktë me Gjonin, s'm thu thanon për Gjonin. Gjoni më ka zgjidhur problemin. Zonja Lul pranon gjithçka, duke i bërë monument Gjonit në pranin ton, por tokën jo, atë nuk ja jep, edhe pse shumicën e lekëve ja ka marrë. Kishim tjerat më u paguar, nuk kishim beça me i pagu. Se nuk se zgjidhen në një mënyrë tjetër, po duhet ti binit në kurriz zotit Gjon. Të mësuaj. Të lëpot lidhi me Agetinë. Duket që zonja Lula është e zëngusht dhe jep gjatë gjithë kohës përgjigje të ftohta dhe absurde, ndaj e ndjen më të lehtë që t'ia kaloj përgjegjësinë Agetinës, këtij personazhi kaq të lakuar, me të cilin edhe ne do donim të komunikonim. Me Gjonin nuk kemi bërë shitje. Po unë te deklarata shoh shitje. Po jo me zonjën ne kemi bërë një marrëveshje, në rast se ne nuk kthejmë këto pare, atëherë kemi vendosur që ne që i kthejmë me anë të çmimit të tokës. Agetina sapo na dha një variant krejt ndryshëm të kësaj historie. Sipas saj, paratë e Gjonit pas kanë qenë një borxh duke vënë tokën e tyre peng. Gjë që edhe pse qëndruan për më shumë se gjysmë ore, zonja Lula nuk na e tha asnjëherë, madje pranoi shitjen, e cila është fare e qartë edhe në kontratën e lidhur. Në ndryshim nga mamaja e saj, e cila përpiqet të jetë falënderuese ndaj Gjonit, Agetina mundohet ta devijojë diskutimin, edhe duke demonstruar mosmirënjohje ndaj personit që u gjen në një ditë të vështirë. Kena bën mes njëri tjetrit. Jo, unë zotin Gjon të lut. Kam thënë zotni, po nuk tu përgjigj. Ky zotni mund të kthej pare. Pra ju i merrni parat, ky zotria ka një perspektivë për të zhvilluar atë pronë, ky zotria humb kohë, dëmi psikologjik është shkaktuar dhe ju pretendoni që do ta zgjidhni punën me një kthim parash? Mua s'më duket e logjikshme kjo. Po zoj, lutem, gjithçka kam marrë drejtimin dhe si ta vendosin prokuroria, sepse un kam fol për para dhe ai nuk ka pranuar ato kushte që kemi vendosur. Sepse un ja kam bërë të qartë se ato pare nuk më kanë ardhur zojtë une, po kanë ardhur në llogarinë e vllajt. Ky është konflikt juaj i brendshëm. Ju për këtë arsye e keni kërkuar para zotit Gjon për të zgjidhur hallet e vllajit dhe ju keni dhënë firmën në të dy kontratat. Kjo nuk tregon që ju jeni mashtruar nga vllai juaj. Po. Dhe kur është bërë një pjesë, pra do të kishte kanë edhe motra.
Pikërisht, ajo motor për të cilën Agetina doli garant, por që nuk e dinte se toka ishte shitur. I bie që ju e keni përdorur zotin Gjon për zgjidhur hallet tuaja. Okej, dakor, dhe do ta zgjidhim. I mashtruari dhe fatkeqi në këtë mes është vetëm zoti Gjon, nuk jeni ju, sepse ju keni marrë para nga dy palët. Kemi lënë një borxh, lutem. I kam thënë hajde të flasim, nuk ka pranuar. Jo shoh asnjëherë. Po pse nuk gjetet një mënyrë tjetër për ta nxjerrur këtë hall, po duhet të rishisni tokën e zotit Gjon? Ai nuk ardhi pra, nuk ishte korrekt. Pretendonte me marr me aqmim. Dakor, zonja Agetina, i zotuar që do të sjellësh verën për të hedhur firmën. Pse nuk e ke sjellë lutem? Lutem, unë tani jam në prokurori. Po pra, po jo, më jep një përgjigje. Më jep një përgjigje sepse mendoj që e ke një përgjigje. Keni shkruar të numre për apartin tira, ne kemi pagu borxhin se është shtu interesi. Pra, për të shpëtuar halleve të tyre, kanë vendosur të rishesin tokën që ja kishin shitur një herë Gjonit. Dhe me çfarë çmimi? Ju shkoni e shiste për 30.000 euro te dikush tjetër? Sa vlerë po flisni? Kjo ka qenë borxh më sori. Dhe nuk ka ardhur në atë moment për me bashkë që kena bën një marrëveshje mes njëri tjetrit. Një arsyetim premashtruesish që bie ndesh jo vetëm me ligjet e shtetit, por edhe me zakonet e zonës, që i kanë lënë të paprekur dhe të trashëguara me shekuj këto toka, pa patur as pak nevojë për marrëveshje të shkruara apo deklarata tek noteri. Vllaja ka bakte. Unë dhe mi detyru. Dhe unë sidomos të them të drejtën, jam viktime në anës teme, sepse unë nuk do të kisha bak, sepse nëna jame duke nga ditë e natë, po më vrasin djalin, edhe u detyrume dhe kemi bak. Gjoni të gjitha, Gjoni më ranë vetëm interesin e vetë. Ju keni dashur të zgjidhni konfliktin e familjes tuaj, po tani e dini që keni hapur një konflikt me vlerësit e tjerë, sepse ju e dini që zoti Gjon ka gjithë drejtën e botës kërkoi tokën e tij. Edhe pjesa tjetër thotë që unë jam mashtruar nga kjo familje. Nuk e kam pranuar pra marrëveshjen, kam thënë. Të kthejmë parën zotni. Jo më me këtë parë se pranoja sot, po se pranoj me këtë parë, ti me ardhë, me pru verën e me shqit firmë, me parën bank, ti jo marrë me ju, me mashtruesha. Shumë kush mund të pyes pse Gjoni nuk i merr mbrapsht paratë e tij. Problemi është se ai ka marrë një kredi bankare, jo vetëm për blerjen e tokës, por edhe për zhvillimin e pronës së tij të ardhshme. Thënë shkurt, është brenda kokëkëmb. Por kjo nuk i bën as pak përshtypje Agetinës, e cila e bezdisur nga biseda, gjen rrugën më të shkurtër. Mbyll telefonin. Ajo tha që është faji i mamas time dhe vllait tim që unë kam firmosur në këtë kontrata. Është e vërtet? Po, ne na lut fëmijët edhe unë jam lut Gjonit i parë. Unë e kuptoj që edhe ti nuk do të fare të ishe në mes të kësaj gjëje, po a nuk mendoni që fajtore për këtë gjë është familja juaj? Mirë, më dakor, jam fajtore. No rreziku për këtë me ba. Në ndryshim nga e bija, e moshuara pranon gjithçka, duke u ndier tërësisht e pafuqishme përballë kësaj situate që ajo dhe fëmijët e saj kanë krijuar. Prandaj, ndoshta është më mirë të kërkojmë protagonistin e hije të këtij lëmshi të pasdidur. Ma jep vetëm Pal Gjovalini, në telefon. Unë se kam numrin e tij diçi. S'keni fare marrëdhënie me të? Absolutisht. Që sa kohë që s'keni marrë? Po 3 muaj. Ka ikë ka shkollë jashtë, do kam pulmon me to. Nuk ju intereson fare djali juaj? Absolutisht nuk di gjë për to. Zonja Lul u bë copash për të shlyer borxhet të birit, madje edhe duke hyrë në konflikt me blerësin e tokës, por për çudi, sot nuk pas ka komunikim me Gjovalinin, madje nuk i intereson. A duhet ta besojmë këtë? Sidoqoftë, në punën tonë, nganjëherë duhet edhe pak fat, sepse me të marrë vesh që kemi shkuar në shtëpinë e tij, Gjovalini kontakton me një herë Gjonin. Unë thash më Gjon, vim aty të unë të Valin, flasim çka fakte të Agetinës, të nënës, të mia të vesh. Unë kam thonë për beti, më pa poporet, ko kënë toga jote. Ta kam thonë të thamë prapë, me distanëve. Sa ke foti me Agetinën, aty mund përsi pa Agetinën, bëzdigja e qëne. Shikon ba me nënën, ose nëna pas ka ditë ka pasin autobus. Ta në punë të tyne, unë jam të fort ta më në me dhejtë zotit. Këtë tokën tane ta kanë ty halal. Ka përbes një janë motër, ma ka bëhton posësin. Dëm me marë posënin mua, ki qanin marë. Secili nga pjesëtarët e familjes ka versionin e tij krejt të ndryshëm nga tjetri. Sidoqoftë, ajo që kuptojmë është se Agetina na ka thënë gënjeshtrën më të madhe, që lidhet me borxhin dhe tokën e lëm peng. Gjë që as nëna dhe as i vëllai nuk e përmendin në asnjë moment. Ndërkohë që ky fundit në këmbim të takimit me Gjonin, ka edhe një kërkesë tjetër. Hanën dark, unë nisëm, pa me mba halti mu. Herë, se dhe mish 500 euro. Kur më rjetu, edhe 4.500 euro, ma kry këtë halë, jam pako për lekut, ba me di si kam punt, s'ku të se me ba se sen, që anë më bëgën më pusin me. Të ku jam, se i kanë ba punt ata shpis teme, pa hajse, ku ta kuna flasim. Gjovalinit i nevojitet edhe një peshe, se ndryshe e fusi në burg, dhe Gjoni duhet paguaj sërish. Pas 3 ditësh, Gjovalini vjen nga Gjermania dhe për herë të parë pas shumë kohësh përballet me të moshuarin e mashtruar. Ço bën ti? Ai ka zemë, po them disa rekord, jam kartoni pa shaki që lozet, jam bonis me afut. Tonë sa do të bëj nivo. Ti pe për mua. Të kam punë Agetina ka për jo. Unë jo, s'kam ditë se ata të kanë rajty. Me padita, zoton vëtë janë pulim të s'është token. Po pa shaki që lozet s'kam ditë. Ku vetëm për vitë ja. Po vaj më bëj. Hajde. Urdhë. Vjen nuk të japë. Jep.
Në 34 sekonda, Giovalini u përbetua, u bërlot, u ul në gjunjë dhe në fund nuk arrit bënte pagesën e furgonit. Kuptohet, me paratë e Gjonit. Ta më thjesht gjyqi, pa të fillim. Çfarë din të bëj? Unë i kitë burr, i kam marrë qaf, më vonë, nona, mota, me paguda boshe. Kena dakord? Në firmos me vend jetë bitëri, sepse më pa. Firmo bitit. Po. Tash kur në mesani, isha në Gjermani, ku era kena gjetë këtu gomovet. Pasoni mua thotë, jam të më morën sa i tash. Sa problemi me Gjon ai gonza dhe më shej, jam me kurs. I thash, "Ska me panu, po e merr për shipër, jota, ai ketë këtu me vogun e tij." Sandri, që përmendet nga Giovalini, është blerë si tjetër dhe një person jo pak i rëndësishëm në këtë histori. Ta me dënë gjyqi ta komiton, po, s'ka me ragjo. I ka dhënë e marrë për shipër, si ke marrë për shipër, në jam kapin, si ta shita ty. Po tim këtan, dhe kojdoj, arrohën me Gjonin. A jeti shmitar që kur i ke marrë vetë paret të bankë këna pi kafe, unë ti Lula, Argentina e gruja jeme. Po, dhe gëzoshin. E shana dhe, u kam më vë me të unë. Nuk dalu, për një saj tokë. Na po, kese, ty pashe pak, po mu si unë tokë teme. Ty kanë qirë ropë jashtë për shumë. Po e di ma, për marë pasonin teme. Fush, muta, Po fjali ke gjyshe ku të qitë pala fashora. Oke, dakor. Je dakord? Dakor, ja, doadim. Kjo bisedë mes të dyve po bëhet në mënyrë private, por ne duam të sigurohemi që të njëjtat fjalë Giovalini t'i thot edhe publikisht. Giovalini, përshëndetje. Si kalove, si e? Unë jam Matilda Prendi. Po s'kena ku me këpër. Do ma japësh dorën? Ta jap dorën. Flasim tamam? Atëherë mund sqarohemi. Giovalini, të lutem. Si është e vërteta jote, të lutem? Duam të kuptojmë në lidhje me tokën e famshme që ju i keni shitur Zotit Gjon dhe më pas në palët të ty. Kjo është kohë më e mirë. Ta qikon po gabim, jetë unë. Patjetër, unë duhet të kuptoj versionin tënd. Patjetër, unë duhet ta kuptoj, sepse ata fajsojnë. Ata të fajsojnë ty. Lekët, a janë dhënë për ty sepse ti ke pasur halle, shqetësime, të vinin të bëni presion? Për mua janë bërë të në gjanat, pa ma shanë bërë mapën, nuk i dita gjanë unë s'kam kënë present. Po ti, a ke firmos të kontrata e dytë? I kam firmos, maj. Por t'ja shitur Sandrit? Ja kam ditu si për qa. Po ti, nuk e kuptoje që ligjërisht kishe pasoja, sepse ja se nuk i gjesim kamu se më taj mu, alo si kishe boletet, që t'ky pun me te me boletet, a i ka pa besim, ka pelbes mu e tanë. Sandri ka kërkuar t'ju a blej tokën, apo keni kërkuar ju t'ja shisni? Ta që bashkëpunim mota me shit me bërë, ky ka thonë t'i ky unë punë si në kargon, dhe rëvëdoj me te unë. Motra ka dashur t'a shesi? Po me mota, në për punë timi që kam bërë dytërime. A, e kuptoj, nuk kanë mjaftuar paratë e Zotit Gjon dhe keni dashur para të tjera nga Sandri. Po mota, që po në bota nuk e di. Ti s'ke qenë dakord që të shite i toka për herë të dytë Sandri? Ja. Nuk e qenë. Shkiti e në ato, s'kishim mashyna. Pra, ti po thua që t'kanë marrë me zor t'kanë quar për shërbosur aty. Pas i vjesë, jam 5 vjesë, po në kuptimin e tjera, ky s'ka ne dhe me korrekt, ky pasan e korrekt, u s'di gjë. Momentin që ti ja ke shitur për të parë Gjonit. Ndërsa po flistim qet për të kuptuar thelbin e problemit, befas Giovalini e humb durimin. Ama heke kamet ashe, po sa po më çe me kamë çe. Po jo, dy fjalë tani. U qetëso, o Giovalini, pa besinë. Do qetësomi bashkë të flasim. Ka bëma fishën punë, më kanë përsëri mu. Oj, do ta lë. Ti do lëvizësh fare, Pas disa sekonda përplasjeje, më në fund Giovalini është qetësuar, duke ulur edhe një herë për të diskutuar. Vetë unë kam marrë telefon kam me nani. Po. Kena bof ja disa shkoj puna më shoj me djalë vet. Gjoni ka kënd dokor me pagu. I ka thonë që ti më se pagu si lën po albijos. Gjoni s'pas ka pas faj. Giovalini sapo na dha një informacion të rëndësishëm. Gjoni, në rolin e blerësit, ka insistuar që të paguaj shumën e mbetur, por Agetina ka refuzuar me pretendimin që i vëllai mund t'i shpërdoroj parat. Ti flet me familjen tënde? Po është me ditë për gjata dekma. As për nënën, as për se nëna jote thotë kam bësh çdo gjë për çunit. Po zotin me. Mi me ka bëmë të dakord. Pa të mi bë për superfaqe, ma pa më ngul fikën mu nana në kashë. Konfliktet në këtë familje duket se janë në rend të ditës, por ajo që na intereson nuk është raporti i Giovalinit me nënën, por sidhja e situatës që ata kanë krijuar. Gjoni ka më marrë çka ta kanë, ashe dia. Mirë, ti gjysh çka do dëshmosh? Unë ta do të them, s'kam tani as. Je sigurt? Do dëshmosh për Gjonit? Ta Gjon sikon nuk do të më rrejt. Të paktën me fjalë, Giovalini është në krah të Gjonit. Shpresojmë që kjo të ndodh edhe në sallën e gjyqit. Mirëmbrëma. I keni parë lajmet? Sa krime kishte sot? Dhe e dini cili mungoj? Krimi që e bëjmë për ditë. Atë nuk e merr kamera, nuk del në përlajme, nuk e shkruajn në titra poshtë ekraneve. Braktisja e pleqjve. Gjyshritan. Ata që i kanë bjetuar komunizmit, varfërisë, edhe vitit 97, po humbin betejën e vetme që s'kan ditur kur si ta luftojnë. Braktisjen.
Kur na pyesin si e ke plakën, si i ke plakun, vazhdojmë i rreshtojmë sëmundjet. Po ka i qik tension, po nuk është mirë, po i qik me diabet, po i qik artrit. Dhe nuk e kuptuam kur që sëmundja më e madhe e të gjithë prindërve tanë të moshuar është vetë mia. Kërcitëm i ikëm në Gjermani, në Itali, në Amerikë, pa tjetër për një jetë mirë, por ata i lam pas në hallin e vetë. Dhe fillimisht tentuam t'i gënjejmë në Skype, një herë një javë. Hap Skype-in, po të shof, po t'ja po më shef. Shive sa të shritur nipi, miru pafshim se kena punë. Pastaj, Skype u mbyll. U hap chat GPT-ja. Një ditë do t'i themi chat GPT-s, ma shkruaj mesazh për plakun që kam lënë atje në fshat se s'kam kohë. Shqiptari i sotëm e ka braktisur sistemin e 3 brezave në një qati. Se ne sot i duam shërbimet e prindërve, po pa prindrit vërdall. I duam dhe shërbimet e gjyshërve, po pa gjyshrit vërdall. Ju, si kurse dhe mua, gjyshja nga ka rritur me pralla, me lule dele. Dhe fëmijët tanë po rriten me celular në dorë, se gjyshin e kemi zëvendësuar me aplikacione në smartphone. Dhe ky fëmijë nesër do bëhet ai burri 50 vjeçar që do na plas dhe neve në një azil për pleq. Dhe të mos bëhemi karagjoz me këtë punën e të qenit politikisht korrekt. Jo po duhet i quajmë të moshuar, jo po ofendohen po të themi pleq, thirrini si doni, por mos i plasni në azile. Azilet e pleqve. Dhe ç'është e vërteta, përpiqemi të gjejmë azilet më shtrejta se nuk i kursejmë legët për këtë gjë. Duam që të qetësojmë ndërgjegjen, sa do të bukura të duken këto azilet, që për të mos u ndjerë keq i quajmë shtëpitë të moshuarve apo shtëpitë e pritjes. Për ta janë thjesht burgje luksoze, burgje me çarçaf të pastër, burgje ku fëmijët shfaqen për vizitë vetëm një herë në gusht dhe një herë për vitri, kur vinë për pushime në Shqipëri. Dhe kur gjyshrit na ikin, kujtohemi të bëjmë një postim prekës në Facebook apo në Instagram. Po për ty, kush do postoj? Se ky brez i rritur pa gjyshër, i rritur me YouTube, me Instagram, me TikTok, kur të vi radha jon, do e zgjidh thjesht, si që bën kur fshin një aplikacion. Gjyshërit tani kanë bjetuar gjithë shkaje, por jo neve, jo braktisje son, dhe ky është dënimi më i rëndë që mund t'u japim. Hold on, let me save myself. Për delina tona, që i në duke të shëndoshtë. Po e mban mirë. Kush e mban mirë? Je frog më të lartë dhe ato, ja? Jo, s'po flasë për ty. Flor, të bëjmë serios. Tani se do të flasim për arsim, do të flasim për shkolla. Këtu është për të qesh nuk e arsimi, po nuk është vazhdo. Që kur thë arsimi është... Tani, për shumicën e nxënësve në vend, shkolla ka filluar, por jo për fshatin Cërnic të Tropojës, ku nxënësit kanë vendosur të bojkotojnë mësimin, pasi kushtet e godinës janë skandaloze dhe shkolla quhet Lek Qokaj. Po pse si qonë Ministria një qok lek, shkollës Lek Qokaj? Po ka gjyshe nuk e zit leku sot. Pastaj, shkollën e ndajnë vetëm 10 minuta në këm nga qendra Baramcurit, por ama si godin këshu, pa frik një 10 shekuj dojna. Si e the tani, si kur qendra Baramcuri, New York. Times Square e aty. Por, paralel me gjendjen mesjetare të godinës, po aq skandaloz është edhe mësimi. Kushtet akademike, nuk ka mësues të gjuhës shqipe, nuk ka mësues të matematikës, dhe gjepak, nuk kanë detyra shtëpia. Po që? Po kjo është ëndër, më. Kjo është ëndër në çdo nxënësim. Si ëndër, po? Një shkollë pa mësues.
bo vetë detyrat, shkrush garravina që trasa, shkon në shtëpi, ke detyra, jo s'kam, shansën, nuk I çap mamën dhe babit. Më fal tani të lutem, se mban mend kur ishim ne, ne kemi vënë 2 liceun, kemi pas njëjtat probleme. Unë kisha banjën sipër që pikonte, mua aty te banka ime. Nuk të pyeste njeri. Ore kushte skandaloze ose jo, detyrat 1më1 edhe kokën lart shifje mësuese. Ty të pikonte banja, por ne na pikonte punëtori, kishe ngeli punëtori varri. Edhe bëj gaf ta kthesh kokën se mos bie, ku do I bie. Po çan. Mër Flor ka nikur ato kora, tani ka lindur arsimi, ëh? Po, jemi barës me shkollat nordike. Si Suedi, nuk ka nota, nuk ka mësime. Fantastika, unë nuk e kuptoj çka kërkojnë më shumë, tani të lutem. Ç'a doni më, po ku ka, po jam kemi diellën. I bëni mësuesit detyrat në gjatë CBT. E pyet vetë, këtë përgjigje vetë, marrë punë. Val, po tani diellët, ti me diellën hiqë, nuk shkoni mirë. Mirë diella që s'po paguhet si ministra, se s'perron. Dash që ti ngarkosh edhe detyra tjera. Mora vesh është shtatzan, ta marrë klient tash. Po. Është shtatzan me 2 GB. Pa, jo sa nisi. Direkt. Shpejt pas ka qenë. I erdhi USB-ja, pam, Të bëjmë serios sepse Pirania Don Kuqi bëri një vizitë në fshatin Cërnic me shpresën se mund të bëjmë diçka për ata fëmijë. Është mos e prek makinën mos afër të dira. Largohu nga makina. Kjo skenë që sapo pat ngjan me një film të vjetër, por me protagoniste të njëjtë. Zonjën Zyra Islamaj, kryetaren e komanduar të Bashkisë së Tropojës, me të cilën ishim takuar rreth 1 vit më parë. Dua të ndërtoj një urë motrës, po kam një problem që s'jam funksionar publik. Ndihmon dot? Por kësaj radhe nuk kemi udhëtuar drejt Tropojës, por urën e personalizuar që I ka ndërtuar motrës, sepse në këtë pikë filmi është disi ndryshëm. Prandaj na u desh të udhëtojmë më shumë se 150 kilometra nga kryeqyteti për në fshatin Cërnic, aty ku rreth 100 nxënës të shkollës Lek Çokaj kanë bojkotuar mësimin. Nuk I kanë kushtet as shkolla, as ambientet e jashtme, as ambientet e brendshme. Nuk funksionojnë tualetet. Pjesa mbrapa shkollës është duke rë. Ka degraduar gjithçka, s'ka vënë kurrë me përjashtim të një shoqate që ka bëj klas. Nuk kem nevojë për lule, kjo do më sovatua, më u pastrua, më u kthye si tëna shkollat e rrethit Tropojës. Por problemi është akoma dhe më I madh, se fasada dhe kushtet ku gjendet shkolla, pasi nuk ka mësues matematike, nuk ka mësues gjuhë, nuk mund të caktohet mësues që ka marrë biologji me vonë matematikë. Ne jemi shumë të pakënaqur me drejtorinë me bashkinë, cilësia është zero. Veç mëso gruajat e shtëpisë këtu s'ka mësuar kur gjë, vjet as për vjet. Një situatë kaotike, me prindër që tashmë nuk besojnë tek sistemi arsimor dhe me frikë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, në një shkollë ku duket se asgjë nuk funksionon. Tu ke nxënës që fletorën e detyrave e kanë bardhë, nuk ka marrë një detyrë shtëpia. Kjo është kthyer në diçka private. Nga një institucion shtetëror kemi të bëjmë me diçka që e kanë marrë peng. I kena mësues të papërgjithshëm, edhe vjet ka vazhdu si mjeci I parë, pa lëndë matematike 0, klasa e 6 deri në 9. Futu më në vjet, shife vjet ku hin fëmia jon, ku kanë hin ditën e parë, su kanë mëri mangat në krye. Fal për shprehjen, është 1 bidon 200 kg. Kur shkojnë një vajzë vogël, ka rrezik më mbytën në bidon. Gjithçka që dëgjuam, përforcohet kur hym në ambientet e shkollës dhe kuptojmë se vetëm me një institucion arsimor nuk kemi të bëjmë. Ajo që shohim është një godinë thuajse e rrënuar, e cila ngjan me një gazerë mushtarake të braktisur, me dritare dyrë të vjetra dhe pas një kusht higjiene, por mbi të gjitha edhe pa mësues. E Don Kuqi nga Pirania. Kemi ardhur këtu për problemin e madh që kanë gjithë banorët e kësaj zone që sillin fëmijët në shkollë. Kanë 3 ditë që nuk bëjnë kohë, por shkak se pretendojnë se nuk ka mësues, nuk ka kushte. Si është situata sot? Problemi më kryesor që ne na shqetëson sot është edhe mungesa 2 mësuesve matematikës, I cila është bërë kërkesë qysh në qeshar për vendin e lirë të punës, drejtoresha. Do ta kishim kërkuar edhe një vit më parë sepse nuk ka pas mësues matematike ta prindërit, edhe se zonin e parë të vitit. Ka pas mësues matematike këtu. Provizor, një dikush jep një lëndë tjetër fjalë matematikë. Kjo është sindis. Problemi është që pa mësues nuk kanë qenë, megjithatë nuk është normale, po në Tropoj është probleme për mësuesin e matematikës. Pra mjafton të jetë mësues, se profili nuk ka rëndësi. Matematike në Cërnic mund ta jap edhe mësuesi I fiskulturës. Ju duket normale këto kushte, s'ka tualete, nuk ka. Tualetet janë, ujë ka, është më rar, po kemi atë depozite. Depozit drejtoresha quan këtë fuqin blu, e cila sa më shumë boshatiset, aq më shumë rrezikon fëmijët që detyrohen të varen me kovë në dorë për të marrë ujin. Kë kushte ka shkolla e fshatit Cërnic? Desk të fëmija me radhë, në bidon.
Këtu duhet pastrus. Këtu do të bëhet fëmija me infekcion, nuk hospital në botë se tash rënë mo. Nuk është normale që tjetë tualeti burim infekcionit, sepse jemi në shkollë dhe ka masivitet. Pastruse që paguhet nga bashkia nuk ka sepse nuk plotësohet numri i nxënësve. Ka 3 ditë që është bojkot. Çfarë keni për këto 3 ditë? Kam shku te bashkia, te arsime. Kemi bë takime. Klinika prindër ju kërkon perfekcioni dhe luksin në këtë shkollë, po kushtet minimale po drejtoresh, kemi banë normale për studion. Kemi tualet. Po tana të gjitha nuk bëhen për një herë. Drejtoresha duket e vetëdijshme për situatën, por dhe e pafuqishme për të zgjidhur gjë. Ndërsa pa të prekur sa prindërit për bojkotin e shkollës janë edhe mësuesit. Shkolla pa nxënës është shumë e keqe. Edhe ne mësues jem shumë mërzitur nga kjo situatë. Një pastruese patjetër që na duhet, edhe mësuesit të lëndë përkatëse, të jenë profilit, të jenë përgjegjshëm në mënyrë që komuniteti dhe prindrit të jenë të kënaqur me punën që do bëjnë. E mira s'ka fund. Gjatë bisedës me drejtoreshën dhe mësuesit, një nga prindërit e pranishëm në sallë bën një njoftim të papritur. Kanë dhënë dorëse një ka një 8 anë fosë ardhën nxënës. Dorëçi nuk e atëm hiç. Po jo, puna ju e punë, ajo ka thënë me ik. A u është kërkuar fakt për dhënë dorëçen? Është e vërtetë kjo drejtoreshe ka pasur një kërkesë? Na kanë thënë bindi prindrit që të bindë fëmijët. Kjo ka qenë. Ndërsa ne po bisedoni me prindërit, sikur të na kishte dëgjuar, drejtoresha e zyrës vendore arsimore Tropoj, Shot Basha, shfaqet përpara nesh me një pamje të befasuar. Pushinin. E don kuqe nga Piranja. Kanë 3 ditë që fëmijët janë në bojkot. Ditën me datën 8 isha këtu. Të martën ju prita 30 prindërve në zyrën e arsimit me shumë kam lut një mësues dhe është në listë pritëse sepse nuk ka në portal. Kam Sa kjo orë më na thon sot. Në mos nesër të hanën janë gjithë mësues. Pse ka shkollën në një shtator po mësues. Nuk u ka pengu kjo. Ju më ofroni emrin që doni, unë ja u ofroj aq sa kam listë. Vjen traktorist me dhon matematik me motor, ti e profilet më çfarë flet më. Kjo Ço ka kërkesë? Tjetër i tërësh arsime, nuk jetë drejtëria përgjithësisht. Prindrit duken jo vetëm të mirë informuar për situatën në shkollë, por edhe të bindur për të kërkuar deri në fund të drejtën për fëmijët të tyre. Deri ditën e hënë, do të jetë mësues gjulet të fëmijëve dhe matematikë. Nuk ka qenë ky problemi, ai pa diskutueshëm. Gjithçka mjaft mirë dhe me korrektesë. Zonja drejtoresh ka dëshirën e mirë për të çuar gjërat deri në fund, por kjo vetëm përpara kamerave, sepse më pas diçka në mendjen e saj ndryshon. Lutem shumë, një punë policinë të largon për të kërkuar. Kam nevojë me çfarë. Pavarësisht këtij debati të panevojshëm, rëndësi ka që drejtoresha të sjellë mësuesit dhe të normalizohet situata në shkollë. Por ndërsa morën fjalën e saj për mësuesit, për kushtet e shkollës dhe mungesën e higjienës, zonja na tregoi një tjetër derë. Është pjesë e qeverisjes vendore që do të thotë. Kjo s'është pyetje për mua. Prandaj me dëshirën e mirë për të përshpejtuar gjërat, shkuam të takojmë kryetaren e komanduar të Bashkisë Tropoj, Zyra Islamaj. Hedoni nga Piranja. Po, përshëndetje. Kemi ardhur për problemin që kanë banorët e Cërnicës. Një para punës e dua me autorizim çfarë do që të kish. Të lutem, kam dhënë edhe një herë informacion para ti dhe çdo gjë ke montuar dhe nuk e ke qit realitetin ato që kam thënë. Domethënë s'ka shanse që të marrësh përgjigje më nga ana ime. E para është e pavërtetë? Shumë e vërtetë. Në fakt është e pavërtetë, sepse nuk do të guxoni asnjëherë të manipulojmë fjalët e dikujt që intervistojmë. Dhe kjo është rënd të ditës për ne. Kam ardhur për banorët e Cërnicës. Do kenë një shkollë me kushte dinjitose. Pyetjet që mi lën me shkrim do të thej përgjigje. Në cilën shkollë keni çuar ju fëmijë? Të thash edhe një herë, kam dhënë përgjigje dhe ke interpretuar tjetër për tjetër. Po, këtu zonja kryetare ka të drejtë. Ne nuk do të rrinim pa interpretuar gënjeshtra që ajo na tha për urën e motrës të bërë me lekët e qytetarëve të Tropojës. Atë urën që bën me çurën e motra? Po, të motrave. Më thonë vetëm për motrën e kryetarës. Ti thjesht një llora. Për këtë abuzim, kryetaria nuk pati asnjë kokçarje nga drejtësia. Por kësaj radhe nuk jemi në Tropoj për të marrë me abuzimet e saj. 3 ditë që ata fëmijë nuk shkojnë në shkollë, nuk është problem për bashkinë që prindrit dhe fëmijët kanë bojkotuar mësimin. Nuk është as pak problem për ju. Zë Islamaj, kanë 3 ditë që ata fëmijë nuk shkojnë në shkollë. Nuk përbën problem kjo për ju. I ke pa që shkollë është që kushtesh ka. Ajo shkollë është kryer në burim infeksione. Ky është tualeti i shkollës. Ruaj distancën dhe vazhdo. Banu stacion serioz dhe jetë të montojsh, do s'di se si më kit me marti mua. E kupton ti tani që ajo shkollë është komplet pa kushte?
Edhe 3 klasa që janë të rregulluar, njërin e kanë rregulluar me fondet e Bashkimit Evropian dhe tjetrën e kanë rregulluar mësuesit. Është normale kjo? Tualetet janë burim infeksioni, nuk kanë ujë. Ata I hedhin ujë tualetet duke mbush kovën një fuqi, po sikur të bini fëmijë në fuqi. Si do jetë përgjegjësia juaj? A është normale? Mos e prek makinën mos afër të dira. Largohu nga makina. Është infeksioni. O shok. Por ndërsa zonja Zyra u largua me shpejtësi pa dhënë asnjë zgjidhje, një person duke si u ndinjuar shumë nga pyetjet që po I bënim, kryetarës në detyrë të bashkisë Tropoj, bëhet fjalë për këtë zotëri, I cili afro dhe nuk I kursen as kërcënimet. Prezoj shumë fjalë keq. Po shoh që di, më kon botën, apo çto pasha familjon në ti. Për të sqaruar vrasësin e radhës, ne në Bashkinë e Tropojës ishim për një problem që nesër mund të prek fëmijën e tij, e drejta për t'u arsimuar ashtu si çdo bashkëmoshatar. Këtë përkërkonte një komunitet I tërë në Cërnicë, asgjë më shumë se kaq. Një shkollë me standarde bashkë me mësuesit që mungonin, gjëra që pas këmbguljes së tyre, pa nga pak ka nisur të rregullohen. Qofse vazhdojmë me këto ritme, jam I bindur që 2+2 në Tropoj do bëjmë 5, ndërsa kundrinor, fëmijët do dinë që është në një përbindës shpelle. Dhe me që jemi tek përbindëshat, ai që do të flasim tani është pikërisht I tillë edhe pse ka formë njerëzore, por nuk ka asnjë pikë dëmshurie brenda tij. Piranja Jon Jolida Muke udhtoi drejt Lushnjës duke ndjekur gjurmët e një shpërndarësi materialesh pornografike ku paraqiten fëmijë që abuzohen seksualisht. Ose e thënë troç pedopornografia. Do t'ju lutesha që të largonit fëmijët nga ekrani dhe kujdes sepse ky material do stomak të fortë. Në skutat më të thella të internetit, aty ku fëmijët tanë mund të jenë më të pambrojtur, fshihet një botë e rrezikshme, një botë ku individ të sëmur shfrytëzojnë pafajësinë e tyre. Por jo gjithmonë rreziku fshihet pas ekranit. Në shumë raste, më e tmerrshme është ajo që ndodh brenda në shtëpi. Atje ku fëmijët për një shkak apo një tjetër lihen në kujdesin e tjetërkujt që prindërit I besojnë verbërisht. Ky që do t'ju tregojmë sonte është një nga rastet më të rënditse që kemi hasur dhe ka piknisjen nga një seri videosh të shpërndara brenda një grupi në Telegram me pjesëmarrjen e individëve nga gjithë bota, të cilët nuk kanë as filtra morale dhe as limite në kërkesat që bëjnë brenda grupit. Por le të jemi më konkret. Në video që ne disponojmë, por që moralisht dhe ligjërisht nuk mund t'i publikojmë, shfaqet një e mitur jo më shumë se 5 vjeçe, e cila brenda një tualeti fillimisht detyrohet të shohë një pedofil në momente masturbimit dhe më pas shtyhet që të ndërveprojë me të në këtë akt perversiteti të paimagjinueshëm. I njëjti person shihet në videon e dytë dhe më të tmerrshme. Vajza e vogël është në gjumë në krevatin e saj, ndërkohë që pedofili I ulet pranë duke zhveshur tërësisht dhe më pas duke e prekur me organin gjenital në pjesët intime. Autori I videove të tmerrshme është një shtetas italian I pa identifikuar, ndërsa shpërndarësi I tyre është një shqiptar, mjaft aktiv në këtë grup pedofilësh. Qërim Kasapi, një 26 vjeçar nga Lushnja me banim në Itali, I cili u denoncua nga një person anonim. Gjithashtu pjesë e këtij grupi prej më shumë se 5000 personash, në të cilën shpërndaheshin video dhe foto intime vajzash, përfshi dhe fëmijët. Mes pjesëtarëve anonim të grupit, Kasapi binte në sy për faktin që nuk kënaqej vetëm duke parë. Ai shpërndante materiale dhe fliste hapur për fiksimet e tij me vajza të vogla. Nisur nga kjo tendencë prej manjakut të sëmur, denoncuesi ynë kërkon të mësojë më shumë për të. Prandaj nisë komunikim privat jashtë grupit të madh. Gjë që e nxjerr tërësisht zbuluar pedofili 26 vjeçar dhe shokon çdo që lexon tekstet e tij. Hello. Çat pëlqen të bëje? Më pëlqen vetëm të vogla, nga 5 e sipër. Sa ka qenë më vogla? 6. Dëshmitari e ngacmon pedofilin për t'i treguar mbi eksperiencat e tij me vajza të vogla. Dhe ky I fundit nuk heziton të tregojë një histori që as predatori më I përshtirë seksual nuk do të guxonte. Goca e komshies. Po ti sa ishe? 26. Ti ke ndonjë motër ose mbes? Jo, seriozisht? Si ka hyi I gjithi, vetëm pak. As ne komshie s'ke? Komshie ka. Hajde, 45 është. Ose ndonjë kalama komshie? Po ndonjë familjarë tënde, keq. Kështu kur ka qenë me brek, po. Duket qartë që fiksimi I këtij monstre për vajzat 5 apo 6 vjeçare I kalon kufite çdo fantazie të sëmur. Sa vjeç? 9. Çfarë kishe? Gochalle. Erdhi vet apo me zor? Ishte në gjumë. Ke një tamam, t'ja fusësh. Atë 6 vjeç, po, për jo të gjithë se nuk I hyte. A qanta ajo? Jo, vetëm pak, kur I hyri. Po të tjera? Pore. Sa vjeçe? 14, motra një shoku. Me dëshirë apo me presion? Me dëshirë. Por ai nuk mjaftohet vetëm me biseda, sepse pasi ka fituar totalisht besimin e bashkëfolësit, nis t'i dërgojë atij edhe foto e video të fëmijëve të mitur. Një nga këto në një lokal në Tiranë.
E gjeta në autogrill, këtu në Tiranë. Shisa e mirë që është. Manjaku I ka hapur barkun bashkëbiseduesit prandaj nga rrëfime të mbushur me perversitete që shpresojmë shumë të jenë sajesa të trurit të tij të somur, kalon në kërkesa specifike ndaj një personi, për të cilin mendon se është si ai. Shif më gjene I të vogël. Ke bërë ndonjë video? Po, edhe foto. Sa vjeç është kjo? 9, kam edhe video. Më çon një të vogël edhe ta tregoj. A ke video duke Po, kam. Po dërgoj ndonjë. Gjetë ti. 13 vjeç e ke. 26 vjeçari kërkon kontakte të vajzave të vogla. Prandaj me porosin ton, denoncuesi I jep atij një adresë Instagrami të cilën e disponojmë ne. Pasi kemi marrë të gjitha masat, na mbetet vetëm të presim që të na kontaktoj. Gjë që ndodh pas vetëm 10 minutave sepse pedofili duket vërtet I paduruar. 26 vjeçari nuk ka as pak kohë për të humbur dhe pavarësisht se që në chatin e parë moson moshën e vajzës, vazhdon komunikimin me të I pashqetësuar. Madje duke përgjysmuar moshën e tij. Unë 15, po nuk është Insta im kë. Mendova mos je ti. Por kjo gënjeshtër bie shpejt dhe pas disa bisedave ai pranon që në realitet është shumë vite më I madh se sa ka deklaruar. Që në fjalit e para pedofili tregon pas një siklet për shihet e tij prej perversi. Dhe madje na pranon se ndjen tërheqje për vajzat që nga mosha 5 vjeçe e lartë, duke na demonstruar për masat e sëmundjes së tij për pedofili ekstrem. Dhe pasi na ka bërë një panoram të aktivitetit të tij anormal, ai hidhet menjëherë në sulm ndaj minorenes së supozuar e cila pretendohet të jetë 12 vjeçe. Ti nis çfarë duash, po më çove me brek do shohësh kur ti bi me dorë. Do takohemi ne. Po, ku di unë? T'jap 200 euro po deshe. Pse kështu I paguan vajzat ti? Kjo teknikë joshe ndaj vajzave të vogla duke përdorur si karrem parat, është një praktikë e njohur e pedofilëve, të cilët shpesh përfitojnë nga këto fëmijë të rritur në familje me kushte të vështira. Po të nisa video që nxjerr rakun, do më qosh pastaj, them dhe emrin tënd që ta besosh. Po mami, sa vjeç është? 34. Po mendoja ty herë të dyjave. Në realitet, qëllimi ynë është ta përballim me fytyrë, pavarësisht se me dërgim fotosh ai nuk kupton diçka tjetër. Nisur nga fakti që ka ardhur për pak ditë në Shqipëri, manjaku kërkon t'i nxitoj gjërat për të kaluar në raport intim me 12 vjeçaren. Ndaj për të arritur sa më shpejt qëllimin e tij, është vendos bisedën në WhatsApp, aty ku bëhet më intensive dhe natyrisht më perverse. Flasim pastaj. Për sa pak a shumë, të pyes vetëm një nder, a do më qosh vetëm një foto sepse e kam dru. Pse e kërkon si nder? Do ta tregoj që më shbër dru. Turp. Ma nis një të lutem, a ta shkun një herë. Po pse duhet ta nisun që të shkundesh ti? Po më ke eksitu, tha shqyqyr që erdë gjynaf është dru. Po duhet ta shof qik ha, më prish këshu me lafe. Foli qik këshu, hot. Zdi unë. Me ketë madhe apo të vogël. Teksa e sheh që as në WhatsApp nuk merr foto nga minorenja e supozuar, nga 200 euro që kishte ofruar më herët, qërimi e ngre ofertën në 300 euro. Po më qove foto, 300 euro do t'jap. Unë fëmijë, ku kam qa të më shosh? Lutem, nga para ose mrapa? As foto të brekve? As gjë? Po që do? I kam fiksim. Foto të mbathjeve? Vdes fare. Pasi ka këmbgulur për të parë trupin e paformuar të një minoreneje dhe na ka treguar fiksimin e tij për mbathjet, ky 26 vjeçar na fton për një takim special në një hotel në qytetin e Fierit. Gjithmonë me idenë që do të takojë një fëmijë. Por ndoshta nga frika apo ndoshta sepse nuhat diçka, 26 vjeçari e shmang takimin duke shfaqur dyshimet e para. Ke kohë të flasësh 2 minuta tani, ti bëja 2 pyetje shpejt. Po tash ti ja 13 vjeç e the. A më thej që ke qenë me 14. Është pak më bëri komplikuar. Unë dukesh pak e çuditshme. Në këto kushte, nisur edhe nga mundësia reale që ai të rikthej pas pak ditësh në Itali, udhëtojmë drejt Lushnjës, fillimisht për të bërë denoncimin dhe më pas për të lokalizuar manjaku 26 vjeçar, I cili krejt rastësisht ndalon përballë komisariatit. Si kalon? Mirë. Si quhesh? Qerim Kasapi. Qerim Kasapi, gëzohem. Të thot gjë? Gjë do që zonë dia këtë muhabet. Pedofili ngrej një alibi qesharake, sipas të cilës ai ishte në dieni që pas profilit të fëmijës ishim ne. Prandaj edhe dërgonte foto intime për të na trembur ndoshta. Unë dia këtë muhabet. Sa vjeç je dhe si e ke vazhduar ti këtë situatë me vetëdije të plot? Si s'të vjen turp dhe merresh me vajza të vogla, çfarë ke për të shpjeguar? Absolutisht nuk jam marrë me vajza të vogla. Je marrë me vajza të vogla sepse ke video. Ke video në Telegram që i ke shpërndar. Je ti ai. Sepse nga je ti ai sepse nga aty kemi folur bashk. Nga Instagrami ti më ke sjell video të tua intime duke ditur shumë mirë që video intime të mia nga Instagrami. Të
Si mund t'i tërgosh një vajze të mitur ti video intime të tua? Ti a e di që akuzohesh për shpërndarje të videove pedopornografike? Seriozisht e keni ju? Seriozisht e kam, shumë seriozisht e ke ti që bën inocentin dhe bën sikur... Qa inocent? Jo, unë kuftoj shumë mirë. Por çfarë erdhe sot? Unë të marrë një pak telefonin të dëmë do po. Por çfarë erdhe sot? Për çfarë erdhe? A makina është po si doni vlla. Për çfarë ka ardhur këtu? Ne nuk kemi më çfarë të dëgjojmë. Ata që do të dëgjojnë janë instanca dhe uniformat. Dojna, fjala veteran në Shqipëri po zhduket nga qarkullimi, sepse kemi 80 vjet pa bë luftë dhe ata që janë gjallë po zhduken pak nga. Nuk e parë gjë akoma me këto kore që kanë ardhur, mund të jemi ne veteranët e ardhshëm. Ndoshta kanë lindur. Në gurën e dru, në gurën e dru. Sigurisht pa llogaritur luftën brenda llojit, po ata nuk mund të quhen, s'mund të quhen veteran. Jo. Por dashur miq, në Kosovë luftën dhe plagët e saj me genocidin që u zhvillua aty janë ende të freskëta dhe fjala veteran ka peshë dhe një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe. Sigurisht sepse në këtë kohë që po jetojmë, njerëz që kanë dhënë jetën për atë dheun, që janë gati të sakrifikojnë gjithçka për atë dheun, janë gjithmonë e më të rrallë e fatkeqësisht janë bërë gati të pabesueshëm. Në teori po, por apo trajtohen ata ashtu siç e meritojnë? Ata që bën luftën, ata që ndihmuan, ata që luftonin, pa të cilët nuk do të kishte sot një Kosovë pavarur. Dhe Pirania Jone Dona investigon qasjen e komunës Lipian ndaj veteranëve të luftës. Prap Lipianin? Prap Lipianin. Ata që dikur lanë gjithë shka pas, familje në shtëpinë, për të luftuar për lirinë e Kosovës, sot e gjejnë vetën duke pritur për një strem mbi kokë, pas premtimeve që bëhen në prag të fushatave elektorale. Në njërën prej tyre, në vitin 2013, Imre Ahmeti, kryetari i komunës Lipian, ju premtoi se do të ndërtonte lagjen e veteranëve të UÇK-s. Premtimet ishin të qarta, komuna e Lipianit do të siguronte banesa, si një formë minimale mirënjohje për shërbimin e tyre. Vazhdimisht sa ka qenë kandidat për shembull përmend lagja për veteranë dhe invalid luftës. Që sa vite përmet ajo lagje kur nuk është asi. Unë jam i bindur që kam realizu. Por çfarë ndodhi në realitet pas këtij premtimi? Gjithë më thotë që janë rrana, fala dhe që po thanë rrana, dhe se rrana janë. Çish po në rrana për lagje apo? Për lagje, kjo është fiha, që për mos luftës. Nëse bo kur, kjo është fjallë, këto fjallë janë për foshat. Si për PDK-s, si për TGK-s, këta e kanë veç foshat. A më bon zbohat kur. Mos më mërë menja sposit që tjetë duke di. Vëllohe, këmë lyvë, unë jam pa shpi vetë. Për luftës e kënena, për sëtë ku jam që të jam shpit vlaj. Karpuzi është po i njëjti burr i cili para së më shumë se 2 dekadash doli në vijën e frontit për të mbrojtur vendin e tij. Por sot realiteti i tij është krejt tjetër, i gënyer nga institucionet dhe i lënë në një listë pritje, pavarësisht kontributit e tij. Kjo këtë vishonët janë i kohën 53 ushtarë. Ne amater që në kohën, asë të thuri kuzon. Kjo vishonët e vishonët i pjone nuk unë jam anë shonët, veteranë dhe shonët. Vishtinë se pajitë, kibirët se Veterani UÇK-s ndihet i keqardhur për besimin e dikushëm që e kishte te kryetari aktual i komunës. Po e valloj, por sa do të bëjë, ne po votu si kinda që do më vjetë, që boni 4 mandate, e vëtanë, familje tanë. Ushtarë që të jam këthyën, e më bje mund të shkatë këta tjetë shumë po, është hajta përvajra dhe pjo për pëtjaje sanë e kur. Ja i ka do 2 herë banesat, edhe mas nëme qita që për i ka do banesat që të në funit, të ke ushtive dhe të anë lutës me shuk atë ja, shuk të lutës kanë lojë ose t'i shkatë, jeve vetë do veteranë ju. Se që ka do atë 2 herë ka dojë, që në hajnë për je, kam fjole të i mëja. 2 herë ka do në ta të rejtë, që ka posë të bëndë jetë, 2 herë ka do banesat, veteranë që të vanisë që këtë kur, dhe të fosot të vagon, atë janë. Po e zino më tore, po banesëm ka përnduën dhe ka morë të qitash, që janë rohë banesët, dhe i ka në marë të vetë, që ka një rohë banesët, po banesët nuk dohen kryje drejtë asë një kërëtorë. Po më pasi ke kushtenka dhe me qunë shëqotë veteranë. Kjo është në vërtetë, 50 vjetë s'nava, pra do, ta që ke di nuk të sakë,
Po fjallë, po është të gavu. E ta në fakt për fërsot, kështë e vëdet, e pusisa për një këtë e rana. Banesa ka ndarë, por banesa nuk kemi marë, sepse me sa duket, preferencat kanë qenë tjera. Këtë na përforcon edhe kryetari i veteranëve në Lipjan, Avnis Sinani. Ma ka plani shokri buja. Po. Edhe në ka konë pytja të një qënë banesa, për edhe konë 3-4 qënë banesa. Po. Ka ndohë për mes kuvendit komunal, ka kalim kuvendit komunal, e mozërtore krejtë. Dhe ka fitu kërë orë, a fku e ka cëngu ato, e ka lënë 30% ati farvenit, ka më ndërtu ato, plus e ka zvoglu ose me 8 kopse, ka dhënë 4 kopse, ka zvoglu pronën e ka shritës, e ka dhënë këtu, e ka dhënë këtë tjetër, e ka të zhuat konkret, ka lënë 100 banesa. Për atyre 100 banesa, u ka thonë, kanë me morë dhe s'kam nërë, civil, kështu që s'kanë bëjnë me kategoritë e listës hiç, me thonë jesin 50 banesa. Edhe ato banesa tash për premten veteranëve të cilët pranojnë mu antarësim gjithë këtë. Një akuzë drejt për drejt që implikon në rënd kryetarin që supozohet se ka luajtur me kujtimin dhe dignitetin e veteranëve. Veteranë që kanë kalu partit tina me premtim banis. Shotrave janë ata, po shëveri tina veterana e shka në të i thirë ata dhe thët unë e javnëri që të në morë banis dhe një po të në mina me argumentu ato se qaj veteranë me pranem me tonë. Dhe mërë banis, na e dimë. Unë të me rajtë, mas me mujtë me rajtë e në përkishbonë. Ajo që dëgjojmë nga kreu i veteranëve të Lipjanit është një akuzë rënd, për të cilën duhet të ndërhyjnë institucionet ligjzbatuese. Por ka edhe një akuzë tjetër, edhe më të rënd, që nëse vërtetohet e implikon kryetarin e Lipjanit. Vjen ato manifestime që organizojmë na, dhe në para mosin për të për që këtë dhe me të boja, a i një të nësë këna pome që një në krejt dhe dekë në fejë se në hofë. Që të është të kënë. Ajo rejtë që. Unë që një vjetë jam. Jam majre që një vjetë jam për veteranëve, me ato së konfull me ta. Asë njëherë. Aji ka shkua të të bejo. Ja ka vonë 500 euro. 700 veteran. Për 700 euro shkua për hune. Ta që kë në mësu këtë gjatë, me 500 euro e ka ble drejtë në orë me fullet i në përmën të snime. Kër i morë dhe në, që shku kërë. Kanë thirë, kanë thonë hajtë merë 500 euro, kanë thonë më thot një kërë. Tash manifestimin e porë që organizohet, si t'vjena, unë e dalë para mosë se bëj hura. E mas ta masaraj, ti e urejmë që. Jo më ndihmin, e urejmë. Së manipulanë. Dhe në homë mardhonja të kemë zati me Serbi, së me kryetarë komunës, njëj. Po, ke vetëm një pyetje. Çdo mandat keni premtuar lagjen e veteranëve, tash e 12 vite. Nuk është vërtet. A mundesh më tregu kur ka më ndërtu? Po, e dëshmoj, kur ka më ndërtu lagja e veteranëve? Dëshmama. Dëshmama. Shko atje. Lagja e veteranëve kur ka më? Kush ka paguar, shko te çaj. Lutem, veç po më intereson. Gjithmonë kur nesh. Zotri kryetar, vetë mundesh më tregu kur do bëhet lagja e veteranëve? Kryetari na shmangu gjatë gjithë kohës, pa na sqaruar asgjë. Dhe me refrenin e përsëritur që jemi të paguar. Ndërkohë, siç duket personi që paguan për të blerë për krahje është vetë ai. Kur i morë dhe ne, që shku kërë. Kanë thirë, kanë thonë hajtë merë 500 euro, kanë thonë më thot një kërë. Është e qartë se kryetari Ahmeti harron diçka thelbësore. Veteranët e UÇK-s nuk janë numra në një listë përfitimesh. Ata janë herojnë që mbajtën mbi supe një luftë. Prandaj, pyetja jonë është të thjeshtë. A mund të ne përkëmbën ata që sakrifikuan gjithçka për vendin? Ai në premton njerëzve, hajde të gjeni fina ju ja banesën e ditë sigurt. E dim kanë tregu veteranë tonë kanë tregu. Ata nuk pranojnë gol. Mara kamera se e nga bëni asë akuzat dhe të shkumbët. Nëse del dikush akuzën se të ka ofruaj shoferi banes, është akuzë për prokurorin. Të nderuar veteran, ne po presim nga ju që me të njëjtin guxim që patët në luftë, të denonconi hapur atë që ka ndodhur me ju në këto vite. Për vetën tënde, për vetën time, për stafin e Piranjave, për vendinat tona të padukshme. Po, kjo e ime ikë pa marrë misionin, do përcej vetëm duket. E di pse iku ajo, sepse nuk është momenti saj ende. Do ta mbyllim me nota shumë pozitive, sepse për gjatë verës ne kemi organizuar një konkurs për memen më të bukur dhe kemi 3 fituesit. Po, do e fillojmë, sepse fansat, do e fillojmë nga vendi 3, domethënë deri ke vendi parë, fansat tanë. Anë mban Shqipërisë virtuale që fillon që nga Vermoshi dhe deri në Ekuador. Shkrim talentin e tyre në kërkim të lavdisë. Dhe i shohim në ekran fituesit e vendit
Të tretë, të dytë dhe të parë. Ky është vendi i tretë. Tan. Hajde mos e na vrau, hajde! Që barose na vrau! Mos të blokë që barose! Tan. Mire ka, s'ka pa i shkreti, tani, edhe ti nuk i thuash bua se të shkon, që shkon Kalem të këvëndi dytë? Vëndi dytë. Do sa kam gatruar person? Po. Ju jeni Gëzimi? Unë jam Dimitri. Jeni Dimitri? Më falë se kam gatruar person. Po mbi e më suri kur më. Dhia. Po ti pse frymon? Unë jam si njeri që ta udhëzoj në jetë, që mos të gaboj femra. Dhe vëndi i parë, i cili është ky. Mirë? Çunat po pret. Jo. Si jo? Çun. Në të çuna isha. Po ikim. Ku ikim? Kjo është fantastike. Ja, e meriton votën e parë, se me thënë të drejtën, e kam shumë déjà vu këtë pamje. Si po shku pamje? Po lutë ka qenë të pakuar tënde. Çfarë burri jeti? Pse mos vion të mbaj pikët aty për shembull? Po, portiere. Kanë atje, kush do të bëj? Kush do lë? Kush do shtrydh? Ikën, ë? Ikën. A do ikim ne? Jo, unë Ti njerë duhet ikësh të kthesh në shtëpi se do dalësh ashtu, do bësh meme. Ti ke djeve Linën. Është gjithmonë një kënaqësi, Flor. Ne do të rishihemi të premten tjetër, deri atëherë. Kujdes se piranjat Piranjat kafshoj! Që nga jugu në veri me të rënjë e rësirë në përfusha, në përkotra përshëllenjë e kërësirë pra burra, hajt pini pare qast për gjakalli në të erët a thesë e një rast Hani pini dhe rëveni Ushti qepër, ushti ajka Të pa prekju qepti dreka Milioner ju suri tërka Hani pini